Ndodhem në Kapadokia, Nevşehir, Turqi. Dhe nëse Kapadokia ju kujton vetëm pikën turistike dhe fotot e Instagramit me balonat me ajër të nxehtë, unë do t'ju tregoj diçka që shumë turistë nuk e dinë. Çdo vit në mes të kushtit, vetëm pak kilometër larg shkëmbive të Kapadokias, zhvillohet një nga ngjarjet më të mëdha shpirtërore dhe kulturore të Turqisë, festa përkujtimore e Haxhi Bektash Veliut. Haxhi Bektash Veliu ishte një dervish mistik, filozof i shekullit të 13 që predikoi paqen, barazinë gjinore dhe dashurinë mes njerëzve. Ishte ai që hodhi këto themelet e filozofisë dhe besimit bektashian. Dhe kjo ka një lidhje të drejtë për drejtë edhe me ne. Bektashizmi është padyshim pjesë e trashëgimisë kulturore dhe historike në Shqipëri. Ndaj, kjo frymë harmonie ndjehet mjaft e njohur. Oradan bir himmet hayran